Mirë se erdhët në këtë bisedë, do të ndalemi tek gripi. Është gripi sezonal, gripi që vjen dhe na izolon në shtëpi, por ne do ta shohim në një tjetër këndvështrim. Në fakt, në këtë këndvështrim ndryshe, e ka parë Altini dhe jemi frymëzuar nga një postim i tij në rrjetet sociale, të cilin e ka parë gripin si një proces biologjik për tu pastruar dhe jo një sëmundje. Pra ne nuk duhet ta ndërpresim këtë proces. Por realisht çfarë ndodh në trup, si duhet veprojmë me temperaturën, cilat janë mjetet natyrale për ta përballuar gripin. Përshëndetemi fillimisht me Altinin. Altin, mëngjesi. Faleminderit. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit juve që keni ftuar. Ftoj shikuesit të na ndjekin deri në fund sepse kemi këshilla të vlefshme, do të flasim edhe për hudhrën, për përfitimet e saj, por përpara se të nisim për temën e gripit, do doja të ndaleshim tek dy mitet e së mërkurës, me kuriozitet për të ndjekur se çfarë do të ndajmë sot. Çfarë miti ke përzgjedhur? Çfarë quhet si mit? Un kam zgjedhur dy mite, kam zgjedhur një mit që thuhet shpesh, edhe dëgohet shpesh, dhe akuzohet shpesh, që mjekësia natyrale apo mjekësia naturopatike, po themi, nuk ka prova të vërteta shkencore dhe është dhe shpesh e sulmojnë. Dhe e dyta, do jetë miti që mishi i pulës është më i shëndetshëm se sa mishi i liçit. Edhe sepse ka hyrë shumë në përdorim të madh edhe në rekomandimet e dietologëve dhe nutricionistëve dhe trajnerëve personal në përgjithësi e rekomandojnë në sasi më të lartë mishin e pulës se sa mishin e liçit, duke qenë sipas tyre që është më i shëndetshëm. Kto janë dy mite që do të them. E para, në qoftë se më lejon ta filloj. I shtjellojmë, patjetër. Po, atëherë mjekësia natyrale është baza e gjithë mjekësisë sot moderne. Sepse ajo ka qenë e para që ka lidhur dhe gjithë bazat e mjekësisë moderne. 70% e gjithë mjekësisë moderne është bazuar tek mjekësia natyrale. Mos harroj më shumë se 70-75% të barmave farmaceutik që sot përdoren dhe mburet mjekësia moderne kanë përbërës ose kanë ardhur nga bimët. Ndryshimi është sepse bima nuk patentohet. Dhe duke mos u patentuar, edhe patjetër ka dhe një proces shumë më të kushtueshëm, atëre janë modifikuar nivelet e molekulave për ta kopjuar, për ta bërë të patentueshme në laborator. Por nga ana tjetër është humbur harmonia biologjike që kanë këto substanca natyrale. Prandaj dhe shumë ilaçe sot kanë dhe efekte anësore ose kanë efekte të grupuara vetëm për një problem caktuar. Bimët janë më të gjëra. Tani le të zëm disa shembuj konkret. Për shembull tek këto. Aspirina vjen nga acidi salicilik, i cili është marrë nga lëvorja e shelgut të bardhë. Morfina ka ardhur nga opiumi. Ilaçet që kanë ardhur për problemet e zemrës kanë ardhur përsëri nga bimët. Qoftë për problemet e hipertensionit, qoftë për problemet e dëmtimit të zemrës. Ilaçet të cilat janë për problemet e kancerit kanë ardhur nga bimët. Çmimi Nobel që u fituan 2015-ën, sipas e mori një shkencëtare kineze, pikërisht për zbulimin e bimës kundër malarjes, të cilë përsëri vjen nga artemisia, e cila është një bimë dhe është marrë nga ajo, ose metformina për diabetin është frymëzuar pikërisht nga një bimë që quhet kalega, apo edhe respirina, e cila është një ilaç kundër hipertensionit, është prodhuar përsëri nga bimët. Atë është marrë gjithë prodhimi kryesor i tij. Po ashtu disa ilaçe të leuqemisë, të limfomës, apo dhe ai taksoli që është prodhuar diku në viteve 1965-1967, përsëri është marrë, që është ilaç kundër kancerit, është marrë përsëri nga bimët. Penicilina është marrë nga një kërpudh. Statinat në 1976 kur u ndërtuan për herë të parë, janë marrë pikërisht nga disa kërpudha. Disa nga ilaçet kryesore për gjumin janë marrë nga valeriania, që është një bimë, apo nga disa ekstrakte të tjera bimësh, apo për kujtesën dhe qarkullimin e gjakut si ilaçe është marrë ginkgo biloba, apo element të tjerë. Pra do të themi që laboratorët nuk bën ndonjë shpikje kaq të madhe nga hiçi, ashtu si reklamohet sot mjekësia moderne. Ato thjesht morën sekretet e natyrës, i përpunuan dhe i nxorën për të shitur. Pra çdo herë që mund të themi se është një ilaç modern, në fakt ne po flasim për një kopje laboratorike të natyrës që e ka prodhuar. Mos harrojmë që kjo kopje ka një inteligjencë shumë të lartë biologjike të bimës dhe nuk ka efekte anësore në krahasim me atë ilaçin. Po pse kjo industri ose mjekësia refuzon këtë mjekësi natyrale në këtë drejtim dhe nuk flitet, sepse bima tash nuk është patentuar, në përgjithësi këto ilaçe nuk trajtojnë shkakun por simptomën, ndërsa këto bimë trajtojnë shkakun rrënjësisht dhe nga ana tjetër nuk janë modele fitimi dhe patjetër është mësuar, është bërë që këto ilaçe të jenë në treg. Në optikën tënde, si do të jetë e ardhmja e kësaj mjekësie në perceptimin tuaj?
po luftohet në mënyrë më maksimale, vetëm të shikojmë disa nga suplementet bimore, lëndë të caktuara në Bashkimin Evropian janë hequr. Është mendoruar që të heqen disa nga bimët kryesore që sot ne po përdorim, madje edhe disa elemente të trumzës së egër, është nxjerrë janë rreth 116 bimë të cilët po shikohen nga EFSA në Bashkimin Evropian, që një pjesë e tyre mund ndalohen. Shumë shtete kanë ndaluar disa nga bimët, siç është Kroacia, Slovenia, Franca ka disa ndalime të bimëve për që mos përdoren më. Pra nuk po promovohen më, madje studime sa vende ngushtësohen. Ka pasur shumë studime para 15-20 viteve, si duket kompanitë farmaceutike që kanë bërë këto studime i kanë marrë ato lëndë që duheshin nga bimët dhe kanë prodhuar ilaçet kryesore. Pra, në ana tjetër ne kemi aq shumë prova, ka më shumë se 10.000 studime për frutat, perimet, bimët, kombinimet e tyre, arore të cilët nuk promovohen dhe nuk janë të financuara. Prandaj kur ne dëgjojmë dikë nga mjekësia që nuk ka provë, duhet kujtoni që çdo pilulë moderne është e kopjuar nga një gjethe, nga një rënjë, nga një lule. Pra nuk është pikur shërimi nga shkenca, por vetëm e ka paketuar këtë lloj produkti dhe ka nxjerrë në treg. Në fundit trupi i njeriut është i lidhur me natyrën më tepër. Ndaj unë po ju them të gjithë tyre personave që janë shkencëtar, mjek, në rast se e kam shkruar në postimin tim, kur të vi fjala që të përmendi mjekësinë alternative apo naturopatike, gjën e parë që duhet bëjmë, duhet të blejnë një kapele, ta vënë në kokë dhe kur të përmendet kjo mjekësi të çohen në këmbë, t'ja heqin kapelen për respekt, sepse pa atë ata nuk ishin për të ekzistuar kjo mjekësi moderne. Qartë, faleminderit.